Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, shoqata e të verbërve të Shqipërisë zhvilloi një marshim sensibilizues. Presidenti i shoqatës ripërsëriti edhe një herë si çdo vit kërkesat që kanë të verbërit në Shqipëri, duke nisur nga rritja e pagesave për shkak të verbërisë deri te vendosja e një skeme të detyrueshme të ndihmës ekonomike. Fatkeqësisht që nga viti 2009 pagesat për qytetarët e verbër nuk kanë pësuar asnjë rritje reale përveç faktit që kanë pësuar inflacion, por jo ashtu siç thuhet ndonjëherë, kjo nuk është rritje, kjo është thjesht vlerësimi i paras. Thuaj se çdo qytetar i verbër i cili nuk është i punësuar nuk përfiton nga skema e asistencave sociale. Kjo mungesë ka ndikuar drejt për drejt në përjashtimin e shumë personave të verbër nga mundësitë e barabarta për arsimim, punë dhe jetesë të pavarur. Ndihma neve marrim 150-50.000, ajo nuk na del vetëm për ilaçet nuk na del, jo për të jetuar jetën e përditshme. Si ja bëni ju me këtë shifër, 150.000 lekë në muaj? Por 150.000 lekë nuk dalin vetëm për ilaçe, do ham pak e pak, çfarë do bëjmë? Po të pak ndihmë ekonomike, asnjë gjë. Edhe në Durrës, antarë të shoqatave për të verbërit protestuan përpara bashkisë, ku kërkuan më shumë mbështetje nga institucionet, akses më të mirë në hapësirat publike. Në Durrës nuk ka asnjë metër shirit që një i verbër të ecë në mënyrë të pavarur. Nuk ka semafor akustik, nëpër institucione duhet të jetë shkrimi braille apo shenja tjera që të verbrit me anë të gishtave të shikojmë për shembull të dinte cila zyrë është kjo. Edhe trotuaret janë shumë të keq sepse në një trotuar mund të jetë 20 centim, në një është 5, në një mund të jetë edhe 30-40 centim lartësi dhe një verbër mund të shkojë këma bosh dhe mund të rrëzohet në çdo moment. Një zëri shoqatat e të verbërve kërkuan përfshirje më të madhe të kësaj kategorie në vendimmarrje dhe në jetën publike.